nëse ti e ke bërë apo jo vaksinën. Po, jo me detyrim, jo se më duhej, nuk më duhej. Unë e kam thënë shumë qartë, unë e kisha kaluar tashmë Covidin, nuk nevojitet më. Po pse e bëre? Sepse në mjeksi unë e di që kur smundjen ta njeh trupi, nuk e bën. Kjo është baza. Pra, kjo është shumë e qartë se këtë thotë imunologjia. E para, e dyta. Kam përshtypjen që nuk e ka bërë po thot kot. Jo. Nxirë ekran. Imagjino të duket tash me vitë mbrapa. Si ai zogu që i pas. Ishte dy arsye. Mos harrojmë një diçka se këtu në Shqipëri vendi paradokseve, ndërkohë që e vunin problemet moshat e vjetra. Po. Këtu detyron studentët e universiteteve me bë vaksinën. Mani mend apo jo? Po. Unë jam pedagog, kështu që ishte çështje detyrimi brenda institucionit dhe edhe ka krau tjetër nuk është se kisha ndonjë frikë nga kjo punë. Unë e dija po e bësha kot. Sepse nuk do më shtonte më asgjë për karshinjojës së virusit. Për ti thua detyruar s'kam qenë. Me shkencë e kisha kaluar. Kam qenë. Pra, universitetet ishin detyruar, vetëm që u detyruan që në supermarketet dhe universitetet. Mbani mend këtë? Nëse moshat e vjetra vunin problemin, 18 vjeçar detyruam neve për të vaksinuar. Nëse do ishte në dorën tënde, do detyrohet? Jo, nuk do ta bëja. Nuk do ta bëj. Po të ishte me dëshirë. Me dëshirë. Po, jo, nuk e bëra deri atëherë. Do sugjerohet të tjerëve? Atyre njerëzve që kanë risk, po. Aty që kanë risk. Personeli shëndetësor, po. Se personeli shëndetësor ka risk të madh. Patjetër personeli shëndetësor, por që se kishte kaluar smundjen. Dhe gjithmonë duke ja lënë fund është problemi vaksina, nuk qet tepër vaksina, që detyrimi. Sepse neve na detyruan me vaksinuar me shku në shkollë, neve u detyruan me u vaksinuar me shku në punë, ne u detyruan me vaksinuar për të udhëtuar, ne u detyruan për të vaksinuar për të jetuar, dhe në fund fare problemi ishte me detyrimin. Dhe çfarë u tha, mbani mend atë, u thonte do e bësh jo për veten tënde, po sepse është drejta e tjetrit. Ndërkohë si ishte vërtet, sepse kjo nuk bllokonte transmetueshmërinë e virusit dhe kemi thënë që në fillim do ishin të qarta dhënat që nga Izraeli. Dhe nëse ju shihni tani dhe e bën, je pyetën pranë Komisionit Evropian, pyetën Pfizerin. Dhe i than, e bllokon kjo transmetueshmërinë apo jo? A tham neve s'nash bër kjo pyetje aso kohë dhe ne si jemi përgjigjur dhe ne s'kemi thënë që bllokon transmetueshmërinë, se ju s'na keni pyetur. Ti Pfizerin ke bër? Pra, edhe s'na keni pyetur dhe s'u kemi thënë. Po jo nga mirë. Nuk kanë ndonjë problem në atë drejtim. Unë s'kam bër. Kjo ishte baza për ta bërë detyrimin. Pra, kur të drejtat e tjetrit prevalojnë mbi të drejtat tua. Kur kjo çështje bëhet fjalë vetëm për shtetin tonë personal, atëherë je ti që vendos. Kjo ishte baza. Dhe s'do kishim këto probleme më fare. Po të kishte qenë bazë dëshire. Po. Është njësoj si puna duhanit, ti themi tjetër të bën keq. Të bën keq e pinë se pinë, po. Por ti vendos ta pish. Doktori, janë shtuar vërtet raste tromboz, probleme zemre, gjaku trashur. Jo, nuk kemi në shkallë makro. Në shkallë makro jo, nuk kemi në rritje të madhe, jemi aty ku kemi qenë, kemi mesatarja. Pra vaksina s'ka ndikuar për keq. Po jo, më jo. Shive, efektet e vaksinës, ka pas efekte vaksina, efekt anësore, ka pas, po këto janë zakonisht shumë afër bërjes së vaksinës. Kur ndodhin, këto ndodhin shumë shpejt.